Mirë se vini në podcast by Gjulli Rodi. Ju kam thënë që do kena personazhe të interesante gjithmonë. Sot kam ftuar Ylber Sheun, drejtor I marketingut të Pajtoni Group. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, dhe është gjithmonë kënaqësi të jem në programe, podcaste që promovojnë vlera dhe promovojnë kulturë mbi gjitha. Kënaqësia është e jona. Ylber, kam dëshirë me nis direkt me një pyetje. Çfarë të shtyu për me zgjell marketingun si karrierë? Në fakt, njeriu kalon në një fazë, unë them proces gjithmonë, derisa të gjesh veten, ato që ti do. Kështu ka ndodhur edhe për mua, duke qenë se kemi qenë, besoj edhe ti, po ashtu çuna që vinim nga rrethet, edhe studionim në Tiranë. Gjithçka nisi nga një dek që unë, në fakt, me thënë të drejtën, atë kohë mendoja që unë e pëlqeja. Unë kam studiuar bachelorin psikologji dhe përfundova këtë bachelor dhe do të ishte në mua nuk e gjeta veten aty. Dhe shikoja që çalonte diçka tek unë. Por gjithmonë më ka tërhequr e bukura. Një njerëz detajist që më pëlqen gjithmonë e bukura, më pëlqen gjithmonë që të shikoja gjëra me detaje deri në maksimalitet, them unë. Edhe aty thashë që shiko, unë kam një prirje për qenë, sepse më pëlqente shumë edhe fusha e të bukurës, marketingun, e shikoja gjithmonë, edhe ndiqja gjithmonë në rrjetet e mia sociale, ku kishin trendet e reja, unë isha aty për t'i parë, ndoshta edhe për t'i provuar vetë kështu në atë privatësinë time. Kështu që masterin vendosja që ta vendosja ta bëja marketing. Dhe ju futa fuqishëm, them unë. Karriera pastaj shkoi në një fazë tjetër. Punova në një periudhë në një anë financiare që nuk kishte lidhje fare, por duke qenë që familja ime vinte nga një biznes familjar, edhe isha shumë I prirur të merresha edhe me financat. Pastaj duke eksploruar sërish veten, pasha as aty nuk e gjeja veten. Kështu që thash do bëj tamam atë që dua. Dhe ajo që doja ishte marketingu. Dhe e gjeta veten dhe kam më shumë se 8 vite, 10 vite gati që unë merrem me marketing, bëj marketing. Aktualisht punoj në një nga grupet më të konsoliduara në Shqipëri, dhe jo vetëm në Shqipëri, po ka dhe një shtrirje të gjerë për gjithë ato që duan të blejnë. Pajtoni Group sot numëron rreth 9 kompani brenda kompanive të tij dhe fokusi kryesor është ndërtimi, por kemi fazat qendrës tregtare, kemi brenda qendrës tregtare dhe 3 kompani të tjera, merret me projektim, menaxhim, prodhim betoni, pra praktikisht çdo gjë ja ofron njeriu që të startojë një jetë të re. Kur një I ri vendos të investojë gjithë jetën, është të blejë një apartament. Pastaj është faza e mobilimit. Edhe këtë gjë ja ka ofruar gjithë kompania jon, por më pëlqen shumë që të punoj shumë fort. Edhe besoj që te Pajtoni të paktën, edhe në gjithë kompanitë e tjera që kam prekur, por këtu me vërtet kam bërë një punë kolosale të gjithë grupit kompanisë, edhe jam shumë I lumtur edhe për besimin që më është ofruar. Është shumë e rëndësishme në jetë të jesh mirënjohës ndaj njerëzve që ti punon. Edhe unë jam shumë mirënjohës ndaj gjithë njerëzve që kam punuar, se gjithmonë kam marrë një leksion. Edhe gjithmonë me këto leksionet dhe me kusuret e këtyre leksioneve kam blerë gjithmonë mësime të reja. Edhe jam shumë falenderues për gjithë njerëzit që më kanë besuar mua dhe puna ka ecur përpara dhe kam parë rezultat. Marketingu nuk është vetëm një proces. Pra ti të bësh, po bën ato fushatat e tua, normalisht duhet edhe feedbacku. Edhe normalisht kjo gjëja është parë prap nga stafi drejtues dhe nga gjithë persona që unë bashkëpunoj në zyrën time dhe jam vërtet shumë mirënjohës dhe krenar për gjithë punën e palodhur që ne bëjmë të gjithë si kompani. Super. Përmendë pak më parë mësimet, mirënjohjen e tjerë. Cilat janë disa nga mësimet që ke marrë, ndoshta nga leadershipi, por edhe nga kolegët? Unë jam përgjithsisht gjithë jetën time më ka karakterizuar pozitiviteti. Jam natyrë shumë solare. Përpiqem gjithmonë të jem shumë pozitiv. Edhe e them me bindje këtë gjë. Besoj të gjithë që mund të ta shikojnë ndoshta këtë podcast, do thonë që unë kam punuar me Ylberin dhe shumë e vërtet. Unë I bëj shumë komod njerëzit të ndihen kur punojnë me mua. Edhe I bëj gjithmonë të ndihem të vlerësuar, përpiqem të jap pozitivitet, mos I presionoj. Por gjithmonë jam shumë I lumtur edhe për këtë pjesë, për aftësinë time që e din të gjithë njerëzit që punojnë me mua dhe ku e kanë kufirin e tyre. Pra kur nuk e kalojnë cakun e tyre. Edhe për shkak kanë në momente se normalisht presioni punës, gjërat, ngarkesat e ditës, jetës, ndoshta gjitha bashkë bëhen, ndodh që ti një ditë nuk je shumë mirë, edhe ndoshta mund ta reflektosh dhe në punë, dhe pse nuk duhet.
Unë për shembull kam stafin tim dhe shpeshherë kur futem në zyrë dhe futem punoj, them duhet bëjmë këtë. Thot nuk qen nga shumë mirë. Kupton edhe përpiqen më bëjnë diçka që të ndihem dhe unë pozitiv dhe mirë. Dhe e din që nuk duhet ta kalojnë kurrë atë cakun që mos bëj një punë, mos bëj një tjetër. Unë toleroj edhe të bëj një pushim të shkurtër, sepse puna jon marketingu është një punë kreative. Pra ti duhet të jesh gjithkohon një hap para, ndoshta të gjithëve, ose ndoshta asaj që ti do të sjellësh risi te kompania jote. Dhe normalisht ti je gjithkohës duke menduar se çfarë të bëj diçka interesante, çfarë të bëj diçka që mund ta promovoj kompaninë time, çfarë bëj diçka që mund t'i sjell klientë të tjerë kompanisë time. Duhet qenë që unë punoj për grupin, për 9 kompani, hemisferët e trurit tim janë të ndara në shumë hemisfera. Dhe gjithkohës është një motor që gjeneron gjithkohës vetëm mendime se çfarë duhet bëj. Dhe normalisht kur punon me njerëzit e duhur, patjetër që ti këto mendime nuk po them që realizohen 100%, është e pamundur çdo gjë të realizohet 100%. Shpesh kur realizoj spotet për shembull, kam çuna shumë të mirë që punojnë me realizimin e spoteve, edhe unë krijoj një ide në mendjen time. Edhe them do ta realizoj spotin kështu, e dua në këtë lloj mënyre, do jetë ky background, do të bëj këtë gjë, që fushata të dalin në këtë lloj mënyre. Unë e kam imagjinuar në të gjithë kokën time si do jetë spoti. Edhe normalisht bëj skripte gjitha me radhë, çdo gjë, edhe mendoj se si do jenë planet, ku do xhirojmë këtu, aty, si do jetë fushata, çfarë duhet godas në këtë fushat. Edhe kur del përfundimi, normalisht unë mendoj që njeriu që punon shumë asnjëherë nuk kënaqet nga vetja. Pra është proud për veten për një gjë të bukur që ka krijuar, po gjithmonë thot nuk është 100% që unë dua. Edhe prap gjithmonë them që te spoti tjetër do bëj më mirë. Edhe gjithmonë kur i shikoj për shembull, po marr shembull qendrën Pajtoni që unë bëj fushata që nga janari i këtij vitit me gjithë spotet me radhë. Shikoj që në çdo spot kam përmirësuar nga një gjë më mirë që ndoshta te spoti tjetër kam kapur që shiko këtu ka çaluar një gjë. Po, të kuptoj. Po më kujtohet një shprehje një sipërmarrësit huaj që është lidhur me marketingun, edhe thotë, ti je aq i mirë ose aq i zoti sa videoja jote e fundit. Edhe po më bën shumë sens kjo që thuti, që gjithmonë e shton nga një element. Gjithmonë. Përpos gjithë këtyre pjesën tjetër, unë duhet të qenë që net marketingut e kemi ndoshta është me natyrë, është natyra jonë që është gjithmonë të updateuar. Unë jam update në gjithë rrjetet e mia sociale dhe shpeshherë në Shqipëri është pak vështirë sepse varet çfarë ti krijon. Unë për shembull në rrjetet e mia sociale kam një content komplet tjetër nga ai çfarë jam në jetën reale. Pra çfarë kam një profesion. Bëj diçka funny, bëj diçka që njerëzit targetohen. Unë mendoj që mungon shumë ky pozitiviteti në shoqërinë tonë. Jemi një shoqëri pak depresive. Edhe unë përpiqem ta ofroj këtë gjë nëpërmjet rrjeteve të mia sociale. Dhe kur shkoj pastaj tek pjesa e punës, unë jam komplet njëri tjetër, domethënë praktikisht unë bëj komplet gjë tjetër, jam komplet natyrë tjetër, e di limitet, i di gjërat e mia dhe përpiqem gjithmonë që punën që bëj, t'i bëj më të mirën e mundshme. Kuptoj, super. Më the pak më parë që unë i la të lirë edhe hapësirë për kreativitet kolegëve. Desha me të pyet, a mund të më ndosh me përqindje për shkak sa duhet strukturë, edhe sa duhet hapësirë, liri për kreativitet, për shembull për një designer, po themi. Po, për shembull unë jap gjithmonë unë jap indicjet. Po marr gjithmonë shembull prapë tek fushatat, se ndërtimi është më kompleks. Por rri pak te fushata që janë më komerciale, pra te qendra tregtare. Për shembull unë jap një indicie, unë kam menduar në kokën time, kam hedhur në skript çdo gjë se si do jetë një fushat. E kam analizuar për shembull që po marr një shembull, një fushatë venditore për një qendër tregtare dedikuar shtëpisë, do ishte shumë mirë që të fillonte rreth fillimit të qershorit. Për shembull, deri me datë, ne aktualisht jemi fushat 7 me 17 qershor. Dhe normalisht është koha periudha ku njerëzit rinovojnë shtëpinë, pra ti duhet ta dish çfarë bën. Dhe unë e kam bërë të gjithë strukturën e kësaj gjës, se çfarë dua dhe u jap një 30% le të themi, u jap dizajnerave të mi, njerëzve që unë punoj, them shiko, është ky tablo. Do kemi këtë fokus, është vera, do kemi kaq përqind zbritje, do godasim me këtë titull fushate dhe unë dua të më krijoni një template për gjithë produktet që ne do vendosim brenda kësaj fushate dhe të më bëni një template të plot për të gjithë rrjetet e mia sociale, sepse normalisht për pjesën e spoteve mendoj vet, por për rrjetet sociale edhe pastaj ato fillojnë bëjnë punën. Është pak vështirë të gjesh njerëz që kanë një botë. Nuk e di pse unë nuk ndoshta është edhe mosha se po bëjmë sigur jemi shumë moshë e madhe, por jo. Ndoshta këto të rinjt kanë një
një humbje interesi rreth botës së tyre. Nuk e di pse. Më ka ndodhur në punët ndoshta më përpara që un kam bërë. Nuk e kam një botë që që të shpalosin vetë. Nuk e kanë dëshirën për të shpalosin gjë të bukur, të krijojnë, të bëjnë, të ecin përpara. Është shumë e çuditshme se si ti ne kjo rini do që patjetër të ketë në kokë. Un për shembull dua që këto njerëzit paktën që un punoj aktualisht, i jap këtë gjën, jepi, më tregot botën tënde, dua ta di sa e bukur është bota jote, që ti krijosh një template, gjë të bukur, krijosh një fushat të bukur. Edhe është pak e vështirë. Është shumë e vështirë sepse është edhe periudha tani që gjithë të rinjt po ikin, ka ngelur shumë pak ato që kanë ngelur, duhet të menaxhojmë në këtë lloj mënyre, po prap jam shumë i lumtur për gjithë zgjedhjet që kam bërë në stafin tim. Aq sa është e lehtë punosh me mua, aq është edhe vështirë. Pse? Pse? Sepse do thash duhet që njëri shumë detajist, edhe kur shikoj atë punën totale që është bërë, jam gjithkohës kështu. Çoj pak të më lart, shikoj pak të më poshtë, jepi pak të ngjyrën. Është mikromenaxhimi në thojza një smunje ose një fiksim? Po, është. Po, unë mendoj që është. Edhe gjendet të brenda dhe aktivizohet në çdo moment, domethënë. Kuptoj. Nëse unë jam një çift i ri ose një familje e re, edhe për shembull du me marr me mobilimin, me arredimin, me perdet, me gjitha. A duhet se s'bën të kem një qartësi, të vi përgatitur çka kërkoj, apo mund të marrë konsulencë te ju? Edhe një lloj drejtimit. Po, unë i kam darë, duke qenë që të thash që në 9 kompani brenda, secila kompani ka në thonjza atë riskun, fushatën e vet që ti do bësh në mënyra të ndryshme. Kur ti je, po e marr një shembull, një supermarket, ti e ke konsum përditshëm. Pra sido që ta bësh atë pjesën e marketingut tënd, ajo gjëja do blihet. Në qoftë se flas për anën e ndërtimit, për shembull kur Pythoni Group ndërton ndërtime shumë cilësore, shumë të mira, po sjell aktualisht në Tiranë rreth 4 projekte shumë të mëdha tipologjive kulla, ti këtë konsumator minimumi duhet, ti konsumator po e quaj unë tani në këtë lloj mënyre, po këtij blerësi që mund të vi të blej këtu tek ti, duhet një formë tjetër marketingu. Minimumi duhet të krijosh besueshmëri, transparencë, që të ketë mundësi, sepse është investimi i jetës për gjithë fatkeqësisht ne shqiptarët punojmë për të pasur një shtëpi. Pra gjithë jetën e luftojmë vetëm për të pasur një shtëpi. Edhe ajo është gjithçka për ne. Ndoshta bota funksionon ndryshe, po ne të tillë jemi rritur dhe funksionojmë. Ndërsa kur jemi te pjesa tjetër e qendrës tregtare, aty pastaj ti e ke të kanalizuar ndryshe marketingun. Për shembull tek Pythoni Group, duke qenë që ka vite që është në treg, unë shikoj shpesh herë për shembull kur flas me presidentin e kompanisë, me CEO-n, me këto, duke qenë që kanë vite që ja kanë ndërtuar të gjithë besimin, të gjithë njerëzit që blejnë dhe e din për shkakun që kanë krijuar, e din që po e mori Pythoni këtë punën do i çoj deri në fund dhe do jetë një punë cilësore dhe e mirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, që gjithë projektet që sjellim dhe gjithë marketingun që bëjmë ta dëgjojmë klientin, ta ftojmë çfarëdo, ta kanalizojmë aty ku duam ne, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në takimet face to face, qoftë për shembull departamenti i shitjeve që bën gjithë atë kontaktin me të, prezanton gjithë projektin, qoftë për shembull dhe departamenti i inxhinierisë, arkitekturës që bën një punë kolosale për të nxjerrë një gjë shumë të bukur dhe cilësore, sepse flasim për kulla që kalojnë mbi 45 kate. Pra janë të gjitha kompanitë janë të ndryshme. Dhe kur flasim pastaj për qendrën, ti e ke prapë të kanalizuar. Unë nuk mund të flas një adoleshenti nëpërmjet kanaleve të mia të komunikimit, qoftë në rrjete sociale, qoftë televizion. Për shembull kur bëj një media plan, unë e di që nuk mund të futem në një emision që është për të rinj, që të nxjerr spotet e mia televizive. Unë e di që unë dua të marr atë familjarin, atë çiftin e ri, dua ta kanalizoj të gjithë fushatën tek kjo audiencë që unë dua, që t'ju dalë këtyre njerëzve, që t'i mësoj këto njerëzit që të vinë këtu tek ne, sepse këtu ti praktikisht e fillon shtëpinë dhe do ta marrësh nga pllaka, parketi, hidrosanitare, perde, arredim, dekor, divane, gjitha gjërat brenda një vendi. Dhe është një gjë shumë, domethënë ti nuk je i përgatitur kur vjen aty. Ti thjesht e din. Gja unë të kam mësuar si marketing, unë të kam mësuar duke të dalë ty në çdo kanal tëndin që ti shikon dhe shef televizion, rrjete sociale, aty, këtu, shikon që gjithkohës ti je Pythoni, të ofron çdo gjë për shtëpinë, ti vjen gja, e din, je aty, futesh brenda dhe e di që do mobiloj shtëpinë, do shikoj gjërat më të bukura që ka, që më intereson çmimi, një dyqan pas ka më shtrenjtë, një pak më lirë, këtu kam buxhetin. Pra unë e kanalizoj të gjithë të gjën. Patjetër që unë mendoj që është e vështirë që të thithësh audiencën sot, sepse është një masivitet shumë i madh. Është një konkurrencë jo transparente.
Pra nuk closet pastër në po e flas në jargon tashmë, nuk closet pastër në tablon e marketingut ose të kompanive që bëjnë. Se dikush për shembull ka X para dhe i jep në një mënyrë të frikshme marketingut, dikush tjetër i jep në mënyrë ka një buxhet jo shumë të lartë dhe përpiqet të bëjë gjithë format e mundshme të komunikimit që të arrijë deri aty. Por me dëshirën e mirë, pasionin, me vullnet, duke mos u dorëzuar kurrë dhe duke punuar dhe me besim të fortë, ja del çdo kush. Unë, ti dhe çdo njeri që do të marrë një gjë të ecë para. Ne të dy besoj e dim shumë mirë, sepse kemi ardhur nga rrethet, kemi ardhur në Tiranë, kemi bërë të pamundurën, nuk kemi pasur asnjë që të na përkrat, na mbështes, kemi luftuar shumë që të studiojmë, të jemi dikushin në këtë jetë, të gjejmë veten në fund të ditës dhe kur e gjen veten, pastaj ti lufton për ta çuar deri aty ku ti e do veten tënde. Edhe unë mendoj që jam 30 vjeç, po jam shumë i lumtur për gjithçka që kam arritur dhe mendoj që çdo gjë ka ardhur nga familja, patjetër, edukimi familjar, ka ardhur nga dëshira ime për qenë dikushi, edhe nga dëshira ime për punuar i pastër me gjithë njerëzit që un kam punuar dhe punoj. Super. Ti je shembull i konkret i një personit që është bë dikushi, fillimisht nga dëshira, nga besimi, nga formimi familjar, pastaj nga formimi profesional. Edhe këtu du më ndal pak për mesazhin për të rit, që siç e the, ne vim nga rrethet për shembull. E di që është e vështirë, por çfarë do i thoje një trio për shkak që sapo ka marrë universitetin? A mundesh me u bë dikush në Tiranë edhe what it takes? Këtu më ktheva shumë mbrapa në kohë kur kam qenë student dhe realisht e kam shumë vështirë kështu emocionalisht ta përballoj se gjithë secili kemi kaluar në këto sfida. Unë besoj çdo i ri që ka ardhur në Tiranë që praktikisht ka qenë një familje mesme me të ardhurat mesme, të gjithë kemi përjetuar këto se si i ri ti do t'i përjetosh edhe të dalësh pak, edhe të shëtisësh pak, edhe do të blesh një gjë të re, edhe do të punosh ndërkohë, sepse nuk do t'i bësh bar familjes. Më kujtohet, se më ktheve flashback shumë vite mbrapa, më kujtohet do të jap një shembull të një mikut tim, i cili jetonte në Tiranë me familjen, e kisha njohur në universitet, dhe dilnim gjithë bashk. Edhe kishte raste që nga fundi i muajit nuk kisha më para, sepse student, punoja, përpiqesha familjes mos i bija shumë në qafë, vllai ishte suporti më i madh i imi, po sado që të jetë, kisha një barrë emocionale shumë të madhe, ti kërkoja diçka dhe përpiqesha të bëja çdo gjë të pamundur, ta bëja të mundur për veten, vetëm të nxjerrja një lek më shumë. Edhe kur dilim për shembull ose i mblidhja se jetoja vetëm dhe i mblidhja në jetë shtëpia, bënim në parking ato të rinjt atë kohë. Dhe për shembull këto shokët që jetonin në Tiranë nuk e perceptonin dot se si unë thoja jo për shembull nuk dal dot se nuk kam lek. Unë mund të haja, më fal për shprehje, mund të haja një javë grosh. Domethënë, sepse nuk i kisha buxhetin aq të limituar dhe unë duhet ta menaxhoja çdo gjë deri në fund të muajit sa të merra rrogën ose një të ardhur tjetër. Për shembull që të kisha mundësi që të rinisja muajin. Edhe ka qenë shumë e vështirë. Nuk jam dorëzuar, më mund kur kam mbaruar universitetin, doja shumë që të kanalizohesha diku dhe nuk ma kanë hap derën. Atëherë nuk ka qenë si sot që po kërkojmë punonjës pafund. Unë nuk kisha një mik në Tiranë. Unë nuk isha një njeri që mund të suportonte. Do të thënë, po këm ngulsha pafund që t'i bija çdo derë të mundshme që unë të kanalizohesha me një vend, edhe të futesha diku. Të them të drejtën, dikush më thoshte sa shkoja, jo se ky pozicioni është zën, se atëherë funksiononte fatkeqësisht, siç ishte Shqipëria, ndoshta edhe është funksionon akoma, po me mik. Me thënë, ky vend i punës përfundon edhe në privat. Edhe në privat. Po, unë flas gjithmonë, unë kam punuar gjithmonë në sektore private, nuk kam punuar kur në sektore shtetërore. Edhe gjithmonë për shkak se unë doja të kanalizohesha, jo pak te media, të shikoja si funksionon media, jo marketingu, jo një gjë tjetër. Dhe nuk më hapnin derën i paaft, më thonin. Nuk din. Domethënë, ishte gjithkohës kështu dhe kam qarë. Të betojmë kam qarë sepse më vinte inat, pse thoja unë çfarë nuk funksionon me mua që unë nuk mund ta çaja këtë tregun e kësaj punës. Dhe më kujtohet si sot nëna ime ndjer, marrë në telefon, isha në një ngarkesë shumë të madhe emocionale. Edhe gjithmonë përpisha të shmangesha se si i ri besoj ke bërë dhe ti, problemet e tua që ti kishe këtu nuk e transmetoje te familja atje se nuk kishte kuptim. Patjetër. Nuk doje t'i ngarkoje, nuk doje t'i jepje shumë rëndes. Edhe më kujtohet si sot e marrë në telefon edhe më thotë mos je, jam shumë mirë, i thash. Mirë, punë, po përpiqem këtë andej, po trokastu, kam një shpresë këtu, gjithmonë mbaja veten dhe me shpresë.
thot, unë të kuptoj shumë mirë nga zëri jot që ti nuk je mirë, thot. Unë jam 9 dhe unë të ndjej mirë. Edhe aty shpërtheva në lot. Them të drejtë sepse kisha nevojë për atë fjalin. Realisht kisha nevojë për atë fjalin. Shikoj, më tha mu bir, unë e di dhe e njoh shumë mirë çfarë fëmijë kam. Kështu që mos u dorëzo sepse njerëzit kurrë në jetë nuk do të japin asgjë lehtë. Përpiqu bësh të pamundurën. Për të ecur përpara, një derë do mbyllë, 2, 3, 5, mos u dorëzo, çau trokit në çdo derë të mundshme, njëra do hapet. Dikush do të vlerësoj për atë njeriu që ti je, për atë që ti do të bësh. Edhe kështu funksionoi. Kur kam qenë duke bërë temën e diplomës në master, unë bëra një temë diplome që ishte në atë kohë reklamimi në media, sfidat e bizneseve shqiptare, mbaj mend si sot, se ka qenë eksperjenca ime e parë mirë fillt e punës që më dha një background marramendës. Dhe unë marr si shembull në atë kohë Proper Pizzën, që kishte një bashkëpunim me Vodafonin. Dhe shkoj tek Properi, bëj të gjitha këto gjërat e mia çfarë më duhet, më mirë pritën. Edhe prandaj them që jam falendërues kundër gjithë njerëzve që më kanë hap derën, më mirë pritën, më lën hapësirën që unë të bëja gjithë hulumtimin tim, dhe kur pan hulumtimin tim, thanë ne duam të të ofrojmë diçka për punë. Edhe aty startoj puna ime e parë, e mirë fill, tamam që unë u kanalizova dhe pastaj me vitet, patjetër që tash jam falendërues dhe mirënjohës, me vitet kalova në një kompani tjetër, mora eksperiencën dhe sot jemi këtu ku jemi. A mund të kthehesh pak taj momenti që ishte ajo fitoria jote e parë, që sapo më the. Si u ndjeve, domethënë, si u ndjeve fizikisht, emocionalisht? Kam qenë shumë i lumtur se për shembull shoku im i ngushtë që kam si vëlla, edhe ai ndikoi te kjo gjëja sepse tash mora këtë temën e diplomës në këtë lloj mënyre dhe nuk po dieja ku gjeja një kontakt. Dhe ai ishte tha mos u shqetëso, tha sepse do ta gjej unë një kontakt që ti të shkosh trokasësh edhe pastaj të shikojnë ato të hapin derën, po minimumi trokasësh. Dhe miku im i ngushtë ka qenë gjithmonë një njeri shumë suportues, ka pas gjithmonë besim te unë. Se ne që jetojmë nga rrethet, kemi një gjë se lidhemi shumë me shoqërinë kur vim në Tiranë. Është e vetmja gjë që ne kemi. Edhe është shumë fat kur ti gjen shoqëri që të suporton dhe nuk ta ka me hile realisht. Po, tani me moshën ne kemi kaluar gjitha, pra, domethënë i kemi ato shoqërit, i kemi seleksionuar, ca kanë mbetur, ca kanë ikur, ca nuk vinë më, ca të rinë ka ardhur, kështu që po ka qenë një fitore shumë e madhe kur marr ti me më në telefon dhe i them, "Shikoj, unë jam pranuar në punë." Edhe ishte një lumturi shumë e madhe për mua, sepse nuk e besoja dot, më kupton, domethënë që unë po merja një rrok fikse të mirë në ato kohë, edhe isha shumë i lumtur se isha në një kompani shumë të madhe. Në ato kohë ishte në kulmin e vet më të madh. Edhe isha shumë i lumtur për këtë gjë dhe më duket si një arritje shumë e madhe. Edhe i më tha, kjo tha nuk është asgjë, tha, jep maksimumin tënd, tha, që nesër të kapesh në çdo degët e mira që do të vinë. Edhe fal gjithë asaj suportit të madh sot jam këtu ku jam. Super. Çfarë do i thush atij shokut të ngushtë që të ka suportu gjatë gjithë kësaj kohe? Që keni ardhur bashkë prej rrethave që në fakt ai nuk ka ardhur nga rrethet, ka qenë në Tiranë dhe po e ka kuptuar këtë gjë. Jemi njohur në universitet, pa ishte më i rritur se unë. Unë e kam njësoj me vllain tim atë. Kështu që unë nuk kam çfarë të them gjë tjetër përveç se ai e di shumë mirë që ka qenë njeriu më suportues në të mirat dhe në të këqijat e mia. Për post familjes patjetër. Ka qenë njeriu më i rëndësishëm këtu në Tiranë, që unë kam bërë gjithë spunton, gjithë lëshimin, ai ka qenë. Super. Po nga ana e mentorshipit, a ke pas një mentor? Nga ana profesionale, por edhe në jetë? Po. Përpos që në jetë, prindit e mi, thash kanë qenë njerëz shumë suportues. Paktën ime më ka qenë babai është marrë gjithmonë në biznes dhe mami ka qenë një natyrë shumë suportuese. Shumë kurajoze, njëri shumë vizionar, edhe gjithmonë asnjëherë nuk na ishte me gjëra që bënte. Edhe neve për shembull na edukonte në atë lloj forme, për shembull kërkojmë shumë nga vetja. Vetja është një infinit, thoshte që nuk ka mbarim. Gjithmonë vetja jote të nxjerr më të mirën tënde. Por gjithmonë kishte një gjë parasysh, thoshte atë veten duke kërkuar kaq shumë, të nxjerrësh më të mirën, përpiqu vetëm mos ta humbësh pastaj, duke kërkuar kaq shumë. Por qëndro tek ajo e mesmja e art që ti të jesh shumë mirë. Edhe kështu në këtë lloj forme kanë qenë prindit e mi rreth parë, pastaj patjetër që ka qenë dhe një person tjetër që un kam pas tek në Proper Pizza në atë kohë, që ka qenë një mentore shumë e mirë, vajzë, Orta, nuk di nëse do ta përmend, edhe ajo ka qenë një suportuese shumë e mirë në atë kohë për mua, që më ka dhënë edhe ajo gjithë
atë backgroundin e parë ose gjëra që ti shikoja në forma dhe në mënyra të tjera në punë. Çfarë duhet ketë një mentor? Në radhë parë shumë herë nuk duhet jetë emocional. Varet nga lloji, modeli, mënyra. Nuk duhet jetë varet gjithmonë edhe nga kompania. Kur jeni një kompani me shumë punonjës, ku ka shumë punonjës, pas flas 200, 300, diçka e tillë, nuk duhet jesh emocional. Në qoftë se je emocional humbet. Për shembull, mbaj mend, po marr një shembull tjetër. Pavarësisht se isha qeri, kisha një pozicion drejtues në ato kohë, bashkë me mentoren që të thash, edhe praktikisht aty vinin dhe qanin hallet çdo njeri i mundshëm. Dhe unë në fillim qaja me lot. Qa hall ato, qa hall unë, domethënë, ai në lot, unë lot. Po. Derisa një moment më tha, shikota se puna nuk është kjo. Dikush tha, për shembull, tha, ky personi atë ka mashtruar, më kupton. Ka qarë, ka mashtruar për të marrë këtë benefitin që ti po i ofron në punë. Edhe përpiqu të jesh jo emocional, tha. Në punë nuk ka emocionalitet. Tregu punës ose puna dhe çdo gjë nuk kanë emocionalitet. Ti duhet të jesh shumë i ftohtë në punë. Patjetër, mos i shkelësh tjerët me këmbë, se nuk ka kuptim ajo gjë. Se në fund fare nuk je zot, nuk je asgjë. Karriera sot je në një pozicion drejtues, por nesër ndoshta nuk je. Është fiksa ajo shpreha që thonë që kur ti je në një pozicion pune, x të gjithë ti bin telefoni. Kur ti nga një pozicion i punë, nuk ti bin më njëri telefoni se nuk kanë më interes për ty. Edhe un kam qenë gjithmonë, domethënë duhet të jetë shumë i ftohtë në marrëdhëniet e punës që krijon ose në gjërat që lidh në marrëdhëniet e punës. I ftohtë duhet të jetë nuhatës shumë i mirë. Duhet të ketë shumë nuhatje për gjën që bën, duhet të jetë njëri shumë vizionar, të paktën në profesionin tonë në marketing duhet të jetë shumë kreativ. Unë mendoj të them që mua më punon truri 24 orë 24 dhe më xhiron me 360 gradë si një rreth që vetëm vërvitet. Duhet të jetë shumë kreativ. Gjëja. Por duhet kesh, ne kemi shumë kreativitet në marketingu, se kemi shumë botë edhe themi të bëjmë gjëra shumë të bukura, po ndonjëherë edhe kompanitë nuk e mundsojnë gjithë ato gjërat e bukura që ne duam të bëjmë. Domethënë sepse është normal, kanë kosto. Po edhe ne e dim benefitin që nxjerr dhe unë për shembull kam ngul në punën time kur dua të bëj diçka që e di që ka 1, 2, 3, 4, 5 benefite, them kjo do bëhet dhe pik. Sepse unë e di që kjo gjëja do na sjellë rezultat. Dhe kjo gjëja me vërtet ka sjellë rezultat. Çfarë do i thojë kompanive që janë, po themi korporate ose kompanitë mëdha që kanë një strukturë tradicionale e tjerë, edhe është pikërisht kjo që the ti, që e kanë vështirë me think outside the box ose me dal prej komfortit tyre në aspektin e marketingut. Për shembull sot pra ajo tradicionalja ka humbur, po prap normalisht kur je një kompani e madhe ti duhet të jesh prezent kudo. Është më se normale. Por sot po fokusohet shumë media sociale. Janë kudo, gjithandej duhet të jesh. Çdo media sociale, pavarësisht tipologjisë që ti merr. Për shembull, para një shembull TikTok, e kuptoj që shumë kompani nuk e operojnë. Po në fund fare nuk duhet të harruar qëllimi, që ti duhet promovosh kompaninë tënde. Pastaj ajo çfarë është më e çuditshme, që unë e kam parë dhe shpesh në tregun e punës tonë në marketing, shumë kompani investojnë në marketing, bëjnë një boom marketingu, e shesin atë, ka një sukses në marketingun që kanë bërë dhe e kanë shitur gjithë produktin e tyre dhe kanë arritur një lloj niveli dhe nuk janë më askund, nuk i shef më. Një kompani nuk duhet luftojë vetëm për shitjet. Një kompani duhet luftojë edhe për prestigj. Pra, ti pavarësisht gjithë shitjeve dhe një kompani shumë e mirë, bëje on top. Trego që pavarësisht gjitha ti investon në marketing dhe thuaj gjithëve që shikon, prap jam këtu. Pavarësisht unë nuk kam nevojë të bëj marketing, po unë jam këtu. Am kupton? Unë do sjell gjëra shumë bukura për gjithë ose produkti im do avancoj akoma më shumë. Pra, kur e mendoj, kam shembull në një kompani që kam në mendje, nuk do ja themi patjetër emrin, por për shembull në periudhën kur kam qenë më i vogël, ka qenë detergjent rrobash, e shifja non stop. Se kam qenë shumë natyrë kurioze, të thash, edhe i ndjekja shumë të gjithë reklamat, më pëlqenin shumë që ti shifja, ti analizoja si po e bën, pse po e bën kështu në këtë lloj forme. Edhe bashkë me një lloj vaji. Edhe për shembull, këto ishin on top në atë kohë. Edhe unë nga kurioziteti unë i kam ndjekur gjithmonë këto dy kompani, domethënë. I kam ndjekur vazhdimisht, qoftë në rrjete sociale, qoftë në televizione, ku dje. Ore, pse s'po dalin më? Ku janë? Njëra humbi fare, është në treg, po është çalët. Tjetra është në treg, prap, është mirë, shumë mirë është në treg, po domethënë nuk janë më, i shikoj shumë rrallë prezent në marketing. Ose për shembull shef kompani shumë fuqishme që ka në shitje, qoftë në sektorin e miellit ose makaronat etj, nuk janë aq shumë prezent sepse të vjen një kompani tjetër dhe hedh 3 fishin asaj që ke hedhur ti në marketing, ka një produkt shumë të mirë
dhe ti rrëzohesh. Është fakt kjo gjë. Kështu që prandaj çdo kompani duhet të vazhdimisht të jetë në marketing, vazhdimisht. Dhe ne gjithë marketingu duhet të vlerësohemi shumë më shumë se sa të vlerësohemi sot, sepse bëjmë një punë shumë të mirë, mendoj. Patjetër. Është edhe një libër që thotë always be paranoid. Edhe besoj që ti je duke thonë po dosh me fol për ty, por ajo që kuptojnë prej te jetë është që sa do i mall që ti jesh për momentin treg, duhet ta kesh një përqindje të vogël paranojet. Sepse kur je i mall, je edhe target. Patjetër. Je gjithmonë target. Je gjithmonë. E kisha edhe një shembull tjetër në kokë të një nga kompanive të tjera. Për shembull, në Shqipëri, po marr prapë një shembull tjetër. Holli shumë para në marketing për të bërë një X kompani, për të bërë një fushatë reklam shumë të mirë dhe për ngritur aplikacionin e tyre. Ishin on top deri në para 2 vitesh. Ishin shumë on top. Dhe normalisht filloi duke deliruar në përqindje që merrnin mbi gjërat që bën. Dhe pastaj erdhi një kompani tjetër e huaj, edhe katërfishoi marketingun, ofroi shumë më mirë dhe sot përqindjet e shitjeve të kompanisë së parë shqiptare ran shumë. Unë për shembull jam shumë pro mbështetjes së kompanive shqiptare. Unë përpiqem gjithmonë të blej shqip, kur i thonë, më të mbështes gjithmonë. Nëse dua të blej diçka, blej më mirë te kjo gjëja që është e prodhuar nga ne. Qoftë edhe te rrobat, përpiqem gjithmonë që gjej diçka që është e prodhuar nga ne, është e bërë nga ne. Sepse dua të suportoj këtë biznesin shqiptar. E shikoj gjithmonë këtë gjë, nuk e di, ndoshta është menduri, po unë e bëj. Ta kuptoj krejt. Unë për shembull për pjesën e biznesit lokal, unë ofertën e paguaj gjithmonë Shkodër. Telefonit, suporton atë ofertës, e vërtet. Desha të pyes diçka. Më the që për punë buxhetit për shemb, vjen një kompani më e madhe, fut një buxhet më të madh atje. Po nëse një biznes i vogël nuk ka një buxhet më për marketing, a mundet me gjetë ide kreative për shembull të përdor rrjetet sociale? A mundet me ecë para? Po, mundet. Ke shembuj aktualisht paktën me rrjetet sociale, ke shembuj të bizneseve të vogla që kanë përparuar shumë vetëm nga rrjetet sociale. Edhe me buxhete shumë minimaliste. Që shpesh herë janë futur dhe vetë pronarët e atyre kompanive janë futur prezent në për video. Vetëm që biznesi i tyre dhe kanë pasur rezultat, kanë pasur sukses. Edhe pse jo? Pra edhe me gjëra të vogla mund të bësh gjëra shumë të bukura. Por normalisht duhet të segmentojmë atë kompani që ne po flasim. Pra është ndryshe kur flet këtu dhe është ndryshe kur flet këtu. Se kur flet për kompani të mëdha, ti përpost është ajo prestigji që të them, që të thash pak më parë, përpost që ti investon në gjithë kanalet e tua të marketingut, edhe do të jesh edhe prezent në mediat tradicionale, ti patjetër do jesh edhe në rrjetet sociale dhe buxhetin e ke më të lartë. Do të bësh gjëra akoma më të bukura. Kurse bizneset e vogla rrin në atë nivel, pra po ta vësh re janë gjithmonë në rrjetet sociale dhe nuk dalin kurrë nga ajo e rrjeteve sociale, por patjetër që kanë pas sukses dhe do kenë sukses. Patjetër që do kenë sukses. Edhe pse jo, të marrin njerëz që kanë një kreativitet shumë të lartë dhe të bëjnë gjëra sa më të bukura. Edhe unë jam shumë i lumtur kur shoh biznese të vogla, biznese edhe të mëdha që kanë ecur shumë përpara në marketing, në shitje, janë pasuruar, nuk e di, po mua më pëlqejnë shumë njerëzit që kanë filluar nga zero. Edhe unë për shembull jam shumë i lumtur kur gjej historinë e Pythonit, që ka filluar nga zero, nga përpunimi i inerteve, për shembull, presidenti i kompanisë, njëri që ka kërkuar gjithmonë nga vetja, ka filluar nga zero, nga përpunimi i betonit, bëte pak beton, mbaroi ato kërkesat që kishte kështu avash aty në Fushkruj, në Tiranë, këtë anë, dhe pastaj mori një hap më shumë, bëri 2 hapa tjera më shumë, 3 hapa më shumë dhe sot është ku është. Pra, gjithmonë duke u përpjekur të gjesh atë vijën që ti të kërkosh prapë atë nga vetja më shumë, të kërkosh sa më shumë nga vetja. Super. Duke njoft perfeksionizmin tën, besoj se e di përgjigjen e kësaj pyetjes, po a je dakord me shprehjen që thonë nuk ka marketing të keq? Nuk ka. Asnjëherë nuk ka marketing të keq. Çfarë do të lloj gjëje që të bësh? Edhe nëse shpesh herë, më fal, po nëse s'ka marketing të keq, atëherë pse e ka çi fiksuar me detaje? Se më dal mirë. Kjo është smundje pastaj, është smundje në vete. Për shembull, ka raste kur është një kompani X dhe bëjnë fushata të ndryshme marketingu. Dhe ndonjëherë disa fushata nuk japin rezultat. Sepse tek ne, paktën biznesmenët tonë e kanë një prirje që shiko, bëra një fushat, investova këtë, dua patjetër ti nxjerr parat, ku janë parat, kupton, dua shitje, dua këtë. Konsumatori duhet edukohet një herë fillimisht. Edhe pastaj ti të shohësh rezultat. Nuk mundesh ti nga hiçi të marrësh direkt
shitje të mëdha, po flasim këtu për kompani që mund të prodhojnë gjëra të tjera, jo vetëm këto, çfarë themi ne, biskota, makarona, patjetër këto janë të përditshme që një konsum i përditshëm. Normalisht dhe fija e fitimit është më i ulët. Kështu që, por ti duhet ta edukosh një herë këtë, kujt do t'i flasësh. Duhet njerëzve t'ua thua që unë jam këtu, edhe t'ua përmendësh gjithkohë dhe kur ta kenë nevojën, ta dinë që për këtë nevojë që kam një ti, matja e marketingu nuk është direkt. Ti bëj një fushat kaq X dhe aty ti do e matësh vetëm në atë fash që ti ke vendosur. Jo, ajo do matet në vazhdim. Pra ti duhet të jesh konsistent me gjën që bën. Edhe unë për shembull në kompani që un kam, që menaxhoj, ndodh patjetër që un kam momente që unë e përshtas në bazë të gjithë nevojave që vetë qendra ka. Pra do të thotë shpesh herë e di që vera nuk korrik gushti, e di që nuk është e kohë të bësh marketing, sepse njerëzit janë të fokusuar për të marrë me veten, për të kaluar disa ditë me familjen e tyre, dhe normalisht nuk e shpenzoj atë buxhet marketingu që duhet bëj aty. Unë e di për shkakun që tetor, nëntor është periudha që njeriu mund të investoj prapë në shtëpi, se është rikthyer nga këto gjërat. E di që shtatori është pak e vështirë sepse po shpenzojnë për gjithë shkollat, për fëmijët, për gjithë. Pra unë e di se çfarë kur duhet ta bëj këtë gjën. Po ama kur ta bësh ti duhet të jesh gjithkohon konsistent. Pra ti ke 2 muaj pushim, po nuk mund të kesh ti të bësh një spot televiziv, dalësh një fushat, 1 muaj dhe pastaj 7 muaj të tjerë ti jesh duke fletur gjumë, sepse nuk ka kuptim. Edhe pastaj të kujtohesh në fund të dhjetorit, bësh një spot festiv, po atë spotin festiv ti mund ta bësh vetëm për çefin tënd të kompanisë tënde, se duhet të jesh prezent, duhet pas kam bërë një gjë të këndshme për periudhën e festave. Të kuptoj. Sa është marketingu eksperiment, edhe sa është po themi formul ose e bazuar me dhëna që kanë funksionuar fushatat e mëparshme. Të gjitha lidhen me njëra tjetrën. Do të thënë është një mix i të dyave. Pa të dhëna normalisht nuk mund të nxjerrësh asgjë. Tash, unë për shembull kur ulem në herë, 6 muajin e parë shikoj, cili ka qenë impresioni, cili kanë qenë gjërat në gjithë këto fushata që kanë bërë, si kanë shkuar, flas me gjithë bashkëpunëtorët që kam brenda qendrës, për shembull, flas për qendrën tregtare, shikojmë a jemi rritur në këtë gjithë këtë periudhën, sa vizitor kemi pasur, sa është rritur xhiroja e këtyre, si ka shërbyer ky marketingu. Për shembull, edhe në rrjetet sociale ka njerëz për shembull janë përpjekur që kur bëj një fushat për shembull X, i them edhe atë klientin përpiqu ta pyesësh pak me lezet, themi ne shqiptarët, kështu që ore ku na dëgjove, ku e pe këtë produktin. E për shembull gjithmonë dikush thotë në televizor, në rrjetet sociale, pash në kanalin tënd komunikimit Instagram, pash Facebook. Do të thënë edhe normalisht pa këto të dhënat nuk mund të vazhdosh pastaj, nuk mund të bësh një plan tjetër, se tani çdo gjë ka kohën e vet. Thash, patjetër që ti mund të bësh një vit marketing dhe për të njohur, por pastaj ti duhet të shohësh edhe feedbackun në fund fare se sa ka pirur kjo gjëja. Të kuptoj. Për shembull kur shikon feedbackun edhe shikon që ky kanal ka pas më shumë efektivitet, ndërsa ky kanali tjetër nuk ka pas aq shumë. Çfarë bën ti specifikisht? A jep më shumë fokus kanalit që s'ka funksionu për me forcu, apo këtij që ka funksionu i futesh all in? Ai që ka funksionuar patjetër që përpiqem t'i futem maksimalisht, po atë që s'ka funksionuar, gjej një herë problematikën pse nuk ka funksionuar, cila është gjëja që ka çaluar, edhe përpiqem ta përmirësoj atë gjën, edhe ta bëj dha të suksesshme. Me atë kanalin që nuk ka funksionuar, përpiqem të gjej gjithë problemet, jo nuk ka funksionuar edhe le aty. Jo, nuk është kjo, sepse kështu bën shumica biznese. Nuk është kjo ideja. Do të thënë, ke një biznes, po e marr një shembull me rrjetet sociale, ke një biznes që sapo ka filluar dhe mërzitet shumë shpejt. Po të hodha një video, nuk kam shumë ndjekës, po nuk është nuk mund vazhdoj aq shpejt. Duhet kohë, ti je konsistent me gjërat që ti bën. Bëj non stop që ti të arrish aty ku ti do. Nuk mundesh ti ta bësh një video sot dhe pastaj thuash po ma shef njëri këtë videon, po e marr një shembull për bizneset e vogla. Po jo, ti mos u lodh, mos u dorëzo. Bëj një nesër, pas nesër, tjetër pas nesër. Deri në momentin do arrish. Do e arrish se s'bën atë gjën. Dikush do të shoh, dikush tjetër do të blej, dikush tjetër do të sugjeroj. Shumë e rëndësishme kjo. Sugjerimi është shumë i rëndësishëm. Patjetër që dikush do të sugjeroj dhe avash gur bëhet kalaja. Ne kemi shprehjen më të bukur, kështu që gur. Edhe marketingu jon është gur. Ato copat tona, plakat tona i vendosim një nga një duke ndërtuar deri kur të arrijë ajo maja e suksesi që ne duam për kompaninë tonë. Nëse një kompani ka filluar me dështu nga ana marketingut, a mund ta marrin veten me marketing të mirë? Po. Patjetër që mund ta marrin veten. Patjetër që po. Varet pastaj gjithmonë edhe nga dëmi që i është bërë. Por mund të gjejnë, po marr një shembull për shembull, mos gaboj njëra nga pastat e dëmëve, Aquafresh, që prodhuan në Holland,
në fillim ajo kishte 3 veti përbërëse. Kishte zbardhimin e dhëmbëve, heqjen e këtyre papastërtive dhe kishte 3 funksione. Dhe kur u bë në Holland, ajo u bë vetëm një ngjyrë, se ishte vetëm esenca, do të thënë. Dhe gjithë njerëzit nuk e perceptonin dot, do të thënë, dhe nuk e blinin, sepse kishte një gjë aty dhe këto thonin 3 efekte dhe ato nuk e blinin që ta përdorin dhe shitjet e tyre nuk kishin të mira. Dhe grupi marketingut të tyre çfarë bëri? Po ta shikosh sot, shtuan ngjyrat dhe njerëzit thotë që kjo pastaj dhëmbe ka 3 efekte, ka 3 ngjyrat, kështu që është e çuditshme, por kështu pra funksionon. Dhe atyre sot ju 2 fishuan, 3 fishuan shitjet, ju 4 fishuan shitjet dhe këtë bën marketingu, kur shikon që çalon një gjë, përpiqet ta rregullojë pastaj, sepse në fund fare klienti do ta kënaqësh atë klientin, po edhe pa i dëmtuar patjetër. Mendoj patjetër është shumë i bukur marketingu. Sidomos to kleçkat e vogla kur ndryshon një gjë. Kur ndryshon një gjë është shumë e bukur. Çfarë jep satisfaksion më shumë? Te atjep rezultati, atjep rrugtimi, atjep ajo si më thënë ai në thojza ankthi që a do funksionoj ajo, cila është pjesa që ti ndjen më shumë? Unë marr si adrenalin. Do të thënë patjetër që punoj shumë që kjo gjëja të ketë rezultat, ketë sukses, gjohet, shifet, bëhet, ketë efikasitet, dalin këto të dhënat pozitive. Frymëzon çdo gjë që ka edhe pak intrig brenda. Do të thënë unë shpesh herë përpiqem edhe të rrezikoj pak. Do të thënë në gjëra që bëj në pjesën e marketingut. Bëj një postim pak më ndryshe, bëj një spot pak më që ka zjen një gjë aty brenda. Do të thënë gjithmonë përpiqem që të kemi një gjë kështu enigmatike që pastaj ta zbulohet. Edhe besoj që gjitha bashk më bëhet një kombinim i gjitha këtyre gjërave që ty të bëjnë që të ecësh përpara dhe ta çosh atë rrugtimin tënd në punës që ti ke marr të marketingut, ta çosh deri në fund. Edhe mendoj që janë gjitha bashkë, është edhe ajo dëshira për të parë të rezultatin në fund. Si do jetë ai rezultati në fund? Ti e ke imagjinuar kaq shumë në kokën tënde që do dalë kështu, do kesh të rezultatin, si do dalë dhe je me ankth pastaj për ta pritur. Po, të kuptoj. Të kuptoj si flet me kaq pasion për marketingun, se kështu unë ka herë duket sikur po flas më shumë, po mentori jam tha mos e ke problem, tha sepse ti tregon pasion për punën. Nuk ka lidhje që e vërtet. Super. Të kthehena pak tek ti, tash jo tek kompania. Nëse do i çoj një letër vetes tone para 10 vite, po themi, sa po ke marrë universitetin ose duke marrë, ç'a mesazhi do i jepje vetes? Shumë e bukur kjo pyetje. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, në fakt. Thjesht un patjetër që do bëja çdo gjë që kam bërë. Gjatë gjithë këtij rrugtimit, çdo gjë që un kam përjetuar në jetën time, qoftë profesionale, qoftë personale, qoftë në çdo gjë e timit, më kanë bërë sot që të jem ky që jam sot. Të gjithë, domethënë gjitha gjërat që ne përjetojmë në këtë jetën tonë është si puna e sfungjeri që i mbledh edhe kur është tryth i nxjerr prap. Pra unë dua gjithkohon ti ky fleksibiliteti që ndodh në jetën e njerëzve. Unë do t'i thoja që je shumë i fortë. Unë mendoj që njeriu duhet të jetë shumë i fortë në vetveten, në qenien e vet, edhe je shumë i fortë dhe mos u dorëzo prap. Pavarësisht se sot kemi arritur një prekuri emocionale, profesionale ose çfarëdo gjë tjetër, po prit sa kemi edhe shumë rrugë para. Mendja jon punon non-stop, qoftë në aspektin për të rritur profesionalisht, qoftë për të bërë gjëra akoma më të mira, qoftë për të qenë prezent në jetën tona me njerëz shumë të mirë afër vetes, sepse jeta nuk bëhet pa njerëz, kjo është fakt. Kështu që çdo gjë në këtë jetë është një mësim shumë i mirë për të qenë ky që je sot. Dhe unë ndonjëherë nuk arriti kuptoj njerëzit që thotë do po të ktheja kohën mbrapa do ndryshoja diçka, sepse ky që je sot është fal asaj që ke kaluar dje. Super. Është fakt shumë e fortë. Shikoj si person jo vetëm profesionalisht të rritur edhe të arritur, por edhe te brendësia jote, besoj te spiritualiteti etj. Sa rëndësishme është që të rritemi paralel në disa dimensione si njerëz? Apo mund të fokusohemi vetëm si ambicioz, po themi, vetëm për karrierën? Jo. Unë jam një natyrë që kam qenë gjithmonë kudo. Pra, kam qenë në familje, kam qenë në shoqëri. Nuk i kam harruar kur vlerat dhe virtytet që unë si mashkull, si individi kam. Pra, edhe i aspektin personal, ka momente në jetë që njeriu harron çdo gjë për shkak sepse dëshiron që të bëhet dikush i njëjtë. E kam kaluar edhe unë atë fazë. Pra, kur kam kapur këtë punën e parë që të fola më parë, kam punuar shumë, kam punuar deri në orën 9 darkës. Pisha nga mëngjesi deri në darkë, kisha harruar vetëm flisja në telefon me familjen, kisha harruar të shkoja të shikoja.
duhet gjithmonë një sakrificë. Është patjetër që duhet gjithmonë një sakrificë. E rëndësishme është që njerëzit që ti rrethohesh të ta kuptojnë këtë sakrificën, jo të tikin, sepse nuk ka kuptim pastaj. Kur e shikoj që ti je në një periudhë që ti po investon shumë te vetja jote, që të arrish dhe të bësh dikush, të kapësh një majë suksesi, unë mund të jem shoku jot, shoqëria jote, ose kushdo që të jem, familja jote, unë dua të ta lë këtë gjë që ti ta arrish dhe të jem suport për ty. Jo të largohesh, sepse ama se s'ka kohë, se nuk bëhet kështu, nuk është ashtu, i ka hyr vetja më qef, ku di unë këto gjërat kështu që nuk e di a janë më, po. Jo, unë përkundrazi, dua që ti të ecësh shumë, kapësh maja, të punosh fort, s'ka gjë, mos e gjej kohën sot, do i gjesh një ditë, do të vi këtu ke studioja jote, do i pim një kafe bashk. Pra, kjo është ajo çfarë njeriu do. E kalon këtë fazën që jep gjithçka, po është cikël. Deri në momentin që ti vetë mendon, unë e kam kaluar dhe thash, deri në momentin kam thënë stop. Tani është momenti që unë të gjej diçka tjetër, që të kem një 8 orash pune, që unë të jap maksimumin tim në këtë orarin e punës, më të mirën time, dhe të kem kohën për familjen, të kem kohën për shoqërinë, të kem kohën për çdo gjë time, për një sport që unë kam hobi, për objektivat e mia që dua të kem prapë në jetën time, për reflektim për veten, se shumë e rëndësishme njeriu të reflektojë me veten e vet. Edhe unë për shembull, personalisht më është dashur që ta kaloj këtë periudhën, edhe e kalova në moshën 24-5 vjeç, e thash stop. Varet pastaj se njeriu piqet edhe emocionalisht dhe varësisht me jeta. Po. Tani ndonjëherë edhe është fatë dhe ndoshta nuk është fat që ti të piqesh shumë i ri, po unë për shembull jam pjek një moshë shumë të re në anën emocionale, profesionale, në tonjza edhe sepse pjek edhe jeta vet, me gjëra që mund të ndodhin edhe në anën personale. Edhe mendoj që kombinohen gjitha bashkë. Por e kalon këtë fazën që ti jep maksimumin për karrierën tënde dhe pastaj ti pret për të vendosur disa objektiva që shiko, dua të gjej një punë kështu, të jap më të mirën time, të vlerësojmë në këtë lloj mënyre dhe pastaj ti marr kohën, të kem kohën për gjithë bashkë. Pra të shokun që të thashun ty, që për shembull ka duruar që ti s'ke pasur kohë për të pirë një kafe me të, për atë jetën personale për shembull që pavarësisht gjithave ka qenë suporti jot më i madh, për familjen që për shembull ka thënë s'ka gjë, vetëm puno, e kupton? Bë dikush, s'ka problem, ne këtu jemi, ne jemi suport për ty. Edhe kur mbaron ky cikli ti gjen kohën për gjithë këto dhe e shijon pastaj maksimalisht. Super. Po nëse një njerëz nuk i ka këto, nuk e kuptojnë njerëzit. Po themi një supermars për shemb, marrim se supermarsit janë pak, e kam thënë edhe në video të tjera, janë pak njerëz të vetmuar. Po, në them për supermarsit sa ato i kuptoj vet. Po gjithkush në tregtimin e vet është te kjo faza që thuti që i heq gjitha këto kanalet, fokusohet shumë për 1-2 vite, 3 vite. Po. Çfarë do i thoje dikujt që nuk e kuptojnë njerëzit, nuk e mbështesin, ndoshta deri të ketë njerëzit të afërt. Nuk ke asnjëherë asnjë gjë të keqe nuk të gjen në jetë nga dikush që arrin diçka, ose që kërkon që të arrijë diçka. Në qoftë se unë arrij majat më të mira të mia, je sigur që nëse ti je një njerëz që ke qenë që më ke kuptuar, ke qëndruar afër meje, unë do ta zgjas dorën dhe ty që të ecësh përpara dhe ti. Shumë e rëndësishme që të kesh një dorë që të kapë dhe të shikoj se të ndihmoj dhe unë, të jap një suport dhe unë. Pra nuk duhet ta shikosh gjithmonë me sy kritik tjetrin. Nuk duhet ta gjykosh direkt. Që shikon nuk ka kohë, nuk mund ta bëj këtë gjë, nuk ka, po i shtritur mendja, është bërë mendja, ka shumë punë të ande. Ndonjëherë edhe suksesi i tjetrit ti seleksionon njerëzit. Do të thënë kur ti ke sukses, është e sigurt, unë kam parë të vetja, po kam parë edhe shumë njerëz tjerë, i ka seleksionuar suksesi i dikujt, i ka seleksionuar njerëzit e afërt. Do të thënë dikush ka ikur, se dikush ka qenë një xhelozi e fshehur, dikush nuk ka duruar dot ndoshta arritjen tënde që ti ke bër. Dikush tjetër ka qenë stoik aty me ty nga fillimi, nga e mira e keqja deri në fund fare. Pra, duhet ta kuptosh atë tjetrin se po lufton shumë për të qenë dikushi ai. Por nëse njeriu i afërm i jot i do bëhet dikushi, patjetër që do ta jap dorën dhe ty, sepse patjetër, po që je i mirë në thellësinë tënde si njeri i mirë, patjetër që do kontribuosh dhe je mirënjohës. Këtë them, virtyti më i madh i njeriu është mirënjohja. Dhe po që je mirënjohës për këto njerëz që të kanë nejt afër, kur ti po bëje pjesën më të madhe të karrierës tënde, të suksesit tënd, patjetër që tërhiqi i lart. Jepu një dorë. Bëju dikushi për ato që dha ato të ecin. Para dhe pastaj kur shikon suksesin një njeriu më i lumtur në botë, mendoj. Shikon dhe njerëzit e tu të afërm të suksesshëm, që nuk u mungon asgjë, që bën një jetë të mirë, që për shembull shpesh herë kur kam miq të universitetit dhe ulemi shpesh duke ngrënë një darkë, duke pirë një gotë verë, edhe më kujtohet kur për shembull vetëm me thënë na bënte stomaku vetëm macchiato ose nuk pinim asgjë tjetër, ishim student dhe gjithë çat herë thonim që
do arri koha jon që do ulemi të ham një darkë, a kupton? Do e pim një gjë dhe nuk do e kemi problem që ta paguajmë, a kupton, ose një gjë tjetër. Dhe patjetër që vjen momenti kur punon fort. Super. Vetes tonë që me ja dhe një mesazh, edhe tashme s'po. Po jo ç'a do i thuaj ti vetes tonë tashme, po ç'a do thonë te vetja jote e ardhshme ty, vetja jote ideale, ai personi që është shumë më i arritur se sa sot, se sigurisht që për mua mendoj më e rëndësishme aktualisht, edhe në vazhdim, është ti jesh mirë me veten. Në qoftë se ti ke arritur në pikat ku ti e njeh veten tënde, e di kush je, e di pse je, e di pse frymon, e di pse han, pse pin. Domethënë po e marr një shembull shumë banal ndoshta. Në qoftë se ti e din se kush je, ka arritur atë pikurin tënde emocionale, profesionale, çdo gjë, duhet të jesh, në qoftë se ti nuk je mirë me veten, nuk je mirë as me botën. Nuk je mirë me botën, sepse ti reflekton energjinë tënde. Në qoftë se unë jam mirë, patjetër që dhe ti do ndihesh komfort dhe mirë me mua. Pra, unë do kujdesem shumë që rreth parë të jem në çdo aspekt mental, fizik, mirë me veten, dhe pastaj t'i jap vetes, patjetër, pse jo, arritjet e më të mëdha, për të bërë dhe objektivat e mia, çfarë kam në kokë, sepse njeriu patjetër që nuk kënaqet kurrë. Unë jam shumë natyrë me këmbë tokë dhe unë kam 1, 2, 3, 4, 5 objektiva që mendoj që them rreth deri këtë vit unë do t'i arri dhe duhet t'i arri. Ndihmojmë pak të rinjt në fushën tonë, marketing. Çfarë këshill do jepe një fillestari ose një studenti marketingut? Një rreth parë nuk duhet të jenë të rinë ato kornizën e tyre që kanë. E diskutuam shumë që marketingu kërkon kreativitet dhe duhet të jesh gjithmonë njëri shumë kreativ, duhet të sjellësh gjëra të reja, sepse nuk solle gjëra të reja, asnjë kompani nuk ta hap derën. Domethënë duhet të jesh gjithkohon inovator për atë çfarë do të bësh. Shpalos një ide, shpalos një gjë të re. Ne bashkë shërën disa mendime që unë dua të bëj për të ardhmen në kompaninë ku punoj. Edhe duhet të jesh gjithkohon. Ne edhe për kafe u takuam prapë për punën. Për punën, pikërisht. Edhe, domethënë, por shumë e rëndësishme është që mos të dorëzohen në gjërat që bëjnë. Mos e kuadroni veten në një dizajn që ti bën. Kërko më shumë, bëj më shumë, sjell një dizajn të ri që se ka parë ndoshta më përpara kompania jote. Hulumto, kërko. Gjej ato ngjyra që të përshtaten të gjithë kolorimin e gjërave tua që ti do te template-i jot. Sjell trendet e reja, futu dhe kërkon gjërat që janë trend në dizajn këtë vit. Edhe aty shef se ku i kanalizon në dimër, në sezonin e verës, në pranverë. Pra, por normalisht nuk duhet të rinë në atë kuadratin e vogël, trekëndshin që ti jep vetëm ai kompjuteri përpara. Unë për vete, kur kam nisë marketing, shkova te një supermarket shumë i mirë, kisha edhe një lidhje familjare, edhe i thash që do punoj 3 muaj falas për ty. Edhe për më ndërtu portofolion e këto të tjera. A doja sugjeroj një të ju sot duke marrë parasysh tregun e shpenzimet? Sot është më e lehtë. Sot është më e lehtë sepse të paktën nëse po flasim për dizajn e gjëra, kështu shumë e lehtë se të ofrojnë mundësi që të punosh edhe freelancer. Ti futesh në këto web-e gjitha, punon për Amerikën, punon për Anglinë, punon për shumë vende. Unë mendoj që çdo dizajner që thotë që nuk punoj freelancer gënjen. Është vërtet. Është pse mos ta bëj në fund të ditës. Është një punë shumë e lehtë që ti mund ta bësh, mund të marrësh ta para, ti e ke mendjen, ti e ke kompjuterin, ti i jep ose ofron shërbimin që ti merr dhe ti merr paratë tua që ti do. Edhe kaq, shumë e thjeshtë. Kështu që ti mund ta ndërtosh vetë portofolin tënd. Edhe ndërton duke krijuar dhe duke punuar në këto gjitha freelancera që ti bën. Edhe në shtëpi vet. Ti nuk e pse ti japësh 3 muaj kohë diku që të punosh. Bëj disa template vet. Për shembull, po marr një shembull tjetër, njoh disa çuna që punojnë aktualisht apo janë futur në treg me 3D. Dhe normalisht janë të rinj, kanë punuar më përpara në kompani dhe kanë vendosur që të hapin një kompani të re. Po ato nuk dinë si ta promovojnë veten, dhe çfarë bëjnë? Në rrjetet sociale të tyre kanë bërë një video falas për një kompani X. Kanë bërë një video falas për një kompani X. I kanë shkruar kësaj kompanisë, a ju pëlqen kjo gjëja që ju kemi bërë? A do dëshironi të bashkëpunoni me ne? Pra, ka mënyra pafund që ti mund ta në kohën e sotme. Un kam punuar për vete 3 muaj falas. Edhe mund të mos më kenë marrë në punë pastaj, kupton? Kështu që por sot alternativat janë më të gjera. Ke më shumë mundësi që ti gjesh, mundësi që të krijosh gjëra vet, edhe t'ua shesësh punën si që do
do të marrësh, kam bërë këtë gjën, e kam bërë për këtë kompaninë, e kam bërë falas, ua çova, është shumë e bukur, më thot, kupton? Ke dëshirë që të bashkëpunojmë bashkë? Pra mund ta krijosh dhe vetë të portofolin. Super. Mjafton të kesh pak një ide, pastaj idenë ta vendosësh zbatim dhe pastaj këtë idenë tënde ta shesësh ashtu siç duhet. Se duhet edhe di çfarë shesësh, ta marketosh pra. Patjetër. Unë ndonjëherë them kur mes miqve, shpesh herë kur flasim edhe thotë si nuk ke një emocion të kur shkon kështu në një intervistë punë ose në një gjë, unë them kam vdekën emocionet. Sepse ne që jemi në marketing, po nuk ditëm ta shesim edhe veten shumë mirë në një marrëdhënie punë, në një marrëveshje punë ose në një gjë tjetër, nuk ka kuptim pastaj. Kështu që duhet dish edhe ta shesësh pak punën tënde në ditës. Patjetër. A mund ta shesësh një produkt jaq të mirë me marketing shumë të mirë? Po, por me shumë mundësi ai produkti do ketë një sukses, po pastaj ai suksesi do bie në rënje. Nuk do jetë asnjëherë në vetëm në një kurb zhvillimi. Domethënë do e kape majën e suksesit, klientët do tërhiqen më pas kur të provojnë produktin, gjithmonë shkon në proporcion. Pra produkti me një marketing shumë të mirë, po dhe produkti duhet jetë i mirë. Po nuk që produkti i mirë, shitje do të bien, ai produkti review-t do të vinë negative dhe asgjë pastaj ti nuk e ndritur kur i thon në formë të shqipëruar. Përpiqu pastaj të bësh pafund marketing. Nuk kemi një shembull tjetër. Në një kohë, në një periudhë më përpara, ti duhet ta marrësh më shumë mirë, në shumë televizione promovonin disa pilula dobësimi dhe pati një marketing të fuqishëm deri në momentin që doli që ishte një mashtrim. Pra, asgjë nuk është për gjithmonë. Nëse një produkt nuk është i mirë, nuk ecë dhe nuk do ecë dhe do të ketë fazën e vet, po do ulet poshtë shumë shpejt. Të kuptoj. Tek Pythoni ju keni shumë kompani të ndryshme. Po. Kam dëshirë që me çu një mesazh bizneseve të reja, edhe të vogla, që të kuptojnë se fitimi nuk do vi direkt. Sa kohë duhet mesatarisht një biznesit për me fillu me break even, si është ajo, pastaj me gjeneru të ardhura? Nëse po flasim për bizneset vogla, të paktën në pjesën e rrjeteve sociale ku duan të bëjnë promovimin, gjërat, 6 deri në 1 vit është ajo që ti duhet të punosh fort. Patjetër të sill të ardhura, por nuk të sill të ardhura shumë të mëdha gjatë kësaj periudhe. Por duhet të jesh konsistent në çdo gjë që bën. Edhe duhet të jesh gjithmonë përpara disa hapa përpara. Sepse nuk që e disa hapa përpara, ti nuk mundesh të dish, Giulio, se çfarë do bësh sot për sot. Jo, ti duhet të sotshme, ti duhet ta kishe planifikuar një javë përpara se çfarë do bësh. Edhe atëherë do të dalë ajo gjëja që ti gjithmonë duhet të jesh një hap, 2 hap përpara deri në momentin që të arri ky 6 deri në 1 vit. Kur të arri kjo periudha e konsoliduar që ti shikon se rrjetet sociale të tua kanë marrë një kurb që vetëm po rritet. Kur shikon pastaj që shitjet e tua nga ato që kishe 2 në fillim shkuan 5, pastaj 7, aty pastaj ti e shikon që kjo puna që ti po bën ka sukses. Është mirë dhe po shkon drejt rrugës së duhur. Ti personalisht, sa është kohë zgjatja, domethënë koha më e gjatë që ke planifikuar diçka, një strategji? Ne që punojmë pak në kompani të mëdha dhe bëjmë gjithë planin e bëjmë fillim vitit, edhe kemi të shtruar për të gjithë vitin. Plan 1 vjeçar. Po, ne bëjmë gjithmonë një plan 1 vjeçar, fillohet puna pastaj për vitin tjetër që nga viti ku je, fillohet puna për të menduar dhe për të vendosur në gjithë pjesën e buxheteve, ndarjet fushatave në vitin që vjen. Praktikisht në fillim të janarit qameti kur i thon shqip në mes të janarit, gjithë buxheti i marketingut për të gjithë vitin dhe ndarjet e gjithë fushatave dhe gjitha gjërat duhet të jenë gati. Pra ulesh si marketing, mendon çfarë do bësh, shikon gjatë gjithë këtij viti, reflekton çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtij 1 vjeçari, çfarë ka munguar, çfarë mund të sjell diçka të re, e fut në planin tënd të marketingut, e shtron atë planin tënd të marketingut, nxjerr edhe buxhete për gjitha gjërat këto ku do të jesh, nxjerr edhe një buxhet shtesë të vogël për ndonjë të papritur që ty mund të vi. Dhe pastaj ti e prezanton këtë gjë. Pra praktikisht në fushatat që bëj aktualisht, unë i kam mbyllur që në janar. Tani thjesht më duhet t'i bëj në aspektin realizim. Po, ekzekutim. Kuptoj. Do të bëj një pyetje alla shqiptarshe. Po. Sa shpenzon Pythoni për marketing në vit? Nuk mund ta themi se pak në pozitë. Nuk mund ta themi se ne kemi edhe të ndara. Pra, qendra Pythoni i ka buxhetin e vet. Pythoni Cerami ka kat vetin. Gjitha ndërtimi ka të vetin. Pra unë i kam ndarë të gjitha kompanit, i kam bërë gjithë secilës i bëj një plan marketingu dhe një buxhet marketingu më vete. Se siç folëm dhe pak më përpara, secila nga këto kompani kanë strategji të ndryshme marketingu dhe u flitet në mënyra të ndryshme. Unë për shembull nëse në qendrën Pythoni është shumë e rëndësishme që të kem një imazh për kompaninë që
përfaqësoj si duhet dhe gjithë realizimin e këtyre fushatave t'i bëj me këtë imazhin, sepse më duhet stabilitet, edhe stabilitet patjetër që po, besueshmëri po, krijon një feeling tjetër tek aty njerëzit që të ndjekin, ndërsa në ndërtim unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Unë në ndërtim mund të bëj një animim 3D për gjithë pallatin që po vjen, promovoj me një spot për shembull të gjithë pallatet ose rezidencat që Pajtoni po sjell, krijoj fushata në gjithë mediat sociale, mund dal promovoj në një televizion për shembull në mënyrën më serioze të mundshme. Për shembull, unë kur kam shkuar në një nga intervistat që kam promovuar pjesën e një fushate, jam vesh me hoodie sepse doja që të jepja ishte mëngjes, doja të jepja një vibe tjetër. E kisha bërë me 60% zbritje, me pranverën, me calule pranvere, dhe është ndryshe kur unë dal dhe flas për Pajtonin, për ndërtimin, sepse nuk kam të njëjtën tipologji. Dali veshur me një këmishë të bardhë, siç jam këtu përpara teje, dhe flas për si do jetë projekti i ndërtimit, çfarë ka fokus, po sa kulla do jenë të vendosur aty, si do quhet kjo rezidenca, a pritet të sjellim edhe të tjera apo jo, po si do të variojnë këto shitjet, po ju si Pajton për shembull ndodh që thonë që ju si Pajton a e mendoni si ngërç që po bëj gjithë ky ndërtim, pra ndryshon tipologjia e gjithë këtyre gjërave që bëjmë, dhe secila kompani ka buxhetin më vete. Shikoj shumë të përfshim. Prapja hodha dhe nuk ta thash. Dhe nuk do ta them. Do ta gjej. Shikoj shumë të përfshim, sigurisht edhe prej pozicionit që ke, po shumë të përfshim me emrin Pajtoni me kompaninë. Ç'është është Pajtoni për ty? Për mua është normalisht është bërë ndoshta klishe që është familje, kur thon familje, kështu se është bërë klishe ndoshta ne jemi familje. Kam aplikuar te 3 familje tjera. Tamam. Jo, jemi vërtet familje. Unë thash, për mua është shumë i rëndësishëm besimi që më kanë dhënë për ta bërë këtë punë. Edhe këto njerëz kanë besuar në aftësitë e mia. Edhe kur kanë besuar në këtë aftësitë e mia, unë patjetër që e marr shumë personale afër vetes këtë gjën. Se kur dikush nuk thotë, shiko, bëje, nëse ti mendon që kjo është më e mirë, bëje, çfarë do më shumë, do thotë tjetri. Dhe kur nuk të vendos në presion që, çfarë, ku, si, pse, kjo, pse, kur nuk të vendos në presion dhe të lë lirinë tënde që ti ta bësh atë punën vërtet ashtu siç duhet ta bësh dhe di ti ta bësh dhe shikon rezultatin, aty është fitoria më e madhe, prandaj unë jam i lidhur me këtë gjën. Edhe prandaj është shumë e rëndësishme për mua, edhe kjo kompani patjetër, dhe gjithë ai feedbacku që unë marr, sepse kam vërtet shumë njerëz pozitiv. Edhe gjithë njerëzit që punojnë aty janë shumë harmonik me njëri tjetrin. Është tamam një familje, vërtet e merr kuptimin një familje, sepse bashkëpunojmë. Nëse nuk do kishte bashkëpunim midis, sepse aty ka shumë departamente. Klasi marketing, shitje, financë, inxhinieri, teknik, arkitektur, ligjor, shumë njerëz. Nëse nuk ka një bashkëveprim me këto njerëzit, nuk bëhet një punë e mirë. Nuk vijnë këto projekte që po vijnë së shpejti, për shembull në Tiranë, që do ndërtohen rezidenca, tipologji kullash ose ndërtime që ne kemi aktualisht në faza ndërtimi, nuk vijnë nëse nuk ka një bashkëveprim nga gjithë ne. Edhe kur ky motorri, gjithë pjesët e motorrit punojnë mirë, edhe benzina është e mirë, gjithë gjëja do dalë shumë mirë. Ai rezultati në fund do dalë shumë mirë. E kena bërë kështu si tradicional, si tradit të podcasti jonë që njëri që është jashtë Shqipërisë, ka një formim, ashtu marru një shkollë, ka disa skills, ka një profesion e tjerë. Qa do e këshilloje? A do i thoje me u kthy në Shqipëri, me ndërtu një karrierë ose një biznes këtu? Apo edhe unë vetë kam menduar të ikja nga Shqipëria, por kam menduar një moshë pak të re. Në atë periudhë nuk më erdhi shansi që të ikja dhe jam këtu ku jam sot. Po prap nuk jam keq. Unë mendoj që kjo lidhet me shumë faktorë të tjerë. Nuk mund të jem njeriu përgjegjës si mund ta them këtë gjë, ke ca para, hajde investoj këtu. Kjo lidhet shumë edhe me kulturën, me proceset e rritjes së fëmijëve. Për shembull, shumë nga ato që njoh unë që janë bërë prindër, nuk ju ka pëlqyer edukimi i fëmijëve këtu dhe kanë marrë rrugën dhe kanë ikur jashtë. Pra, lidhet të vish do një risk të madh të kthehesh, sepse do të mendosh çdo gjë, do mendosh shëndetin, arsimin e fëmijës, do mendosh jetesën, kostot e jetesës, rrezikun, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe normalisht që as nuk do t'i thoja hajdeni, as ikni. Do t'i lë gjithë secilin të mendojnë për zgjedhjen e tyre siç është më e mira e tyre të bëjnë, sepse është shumë personale. Është shumë personale. Unë nuk jam prind akoma, po ndoshta kur të jem prind mund ta shikoj ndryshe jetën në Shqipëri, sepse është më e vështirë.
Ne e dim që, si më thënë, raporti risk-reward janë të njëjta. Sa më i madh risku, aq më i madh është rewardi nëse funksionon. Pra, ai të thonë indirekt që me që ka kaq shumë risk në Shqipëri, nëse ti e bën diçka me funksionu, mund të ketë një shpërblim shumë të madh. Un kam pas edhe shembuj në rrethin tim familjar shoqëror që janë kthyer nga jashtë vendit për të ardhur për të bërë biznes në Shqipëri. Që kanë pas vite që kanë jetuar atje, por me keqardhje thënë që janë kthyer edhe një herë mbrapsht. Sepse kultura e biznesit tek ne është shumë ndryshe nga kultura e biznesit jashtë. Tek ne funksionojnë shumë më ndryshe procedurat, mënyra se si e shikojnë biznesin, nuk ka një rregull, pra nuk është ajo konkurenca që tash transparente, që ti je këtu dhe kaq. Këtu është të gjë shumë agresive. Do të thënë askush nuk e merr atë që meriton. Kështu që un kam pas raste konkrete që kanë ardhur, kanë ndërtuar një biznes dhe pastaj kanë thënë, "Ber, nuk mundem më. Nuk është fair, nuk bëhet kështu biznes." Nuk bëhet kështu biznes, sepse dikush një bryll, një tjetër shteti kërkon të përfitojë, tjetri privatisht kërkon të përfitojë, pra nuk e shikojmë si një gjë biznesin fair, transparent. Kuptoj. Nëse unë si familje re, kthem tek një ndër pyetjet e mëparshme. Kam dëshirë me bë pjesën e arredimit, me bë pjesën e kompletimit të shtëpisë. Sa ditë më duhet për me u marrë me pjesën e researchit e kështu, apo sa është, si më thonë, rekordja, mund t'i marrë gjitha për i ditë, se unë jam pak demele dhe du me i kry gjitha shpejt. Sot, fatmirësisht, fatkeqësisht, si duam ta quajmë ne, media digjitale janë kudo. Ti kërko vetëm në Google divan dhe të dalin gjithë kompani që ofrojnë divane. Kërko karrige të dalin sponsor të gjithë karriget e mundshme që mund të kesh në Tiranë dhe ti zgjedh, kështu që shumë më e lehtë dhe i mbaron të gjitha për një ditë, 2 ditë. Pastaj është çështje shihesh, çështje preferencash, çështje buxhetesh, që pastaj shef nëse të përshtatet apo jo. Kuptoj. Cili është vizioni afatgjatë i Pythonit? Vizioni normalisht është të zgjerojmë akoma më shumë. Qoftë për qendrën tregtare, xha ka arritur një lloj niveli që nuk kemi ku shkojmë në aspektin sepse xha po i bëjmë një promovim, do vazhdojmë në këtë linjë dhe do përpiqemi që të rrisim vetëm kurbën, që njerëzit ta dinë gjithkohën që Python Center është një qendër tregtare dedikuar shtëpisë. Kësaj po i mshoj fort dhe kësaj do t'i arrijë deri në fund fare kur të arrijë majën e saj. Nga ana e ndërtimit pastaj ne po sjellim e morëm një risk përsipër. Aktualisht po ndërtojmë një kull tek Bulevardi i Ri, që është rreth 25 katë mbi tokë, ishte një përvojë e parë ajo, që ka filluar ndërtimi, ndërsa po bëhet është në përfundim një rezidencë me vila premium 3 katë të liçeni Farkës, që është elitare, me parkime, me pishina, me gjitha, ndërkohë që risku që morëm ne që po kalojmë në nivelin tjetër është se po vin tashmë edhe 4 projekte të cilat janë të gjitha në tipologji kullash që janë mbi 50 kate të ndërtuara në zonat të Tiranës dhe një projekt që do jetë pas Python Center që do jenë 11 kulla. Të cilat do ndërtohet një rezidencë shumë e bukur, shumë e madhe, edhe normalisht për ne sfidë sepse janë 4 projekte shumë të mëdha, por ne nuk I trembemi. Super. Kështu që vazhdim do shikojmë pasi ti mbyllim dhe këto projekte dhe ndërkohë që bëjmë dhe gjëra të tjera do shikojmë çfarë sfide do marrim përsipër.